Por njëkohësisht e them me përgjegjësi të plotë edhe me shqetësimin më të madh se asnjëherë nuk kemi qenë më të rrezikuar se sa jemi sot. Fatkeqësisht jo nga armiqt, por nga vetvetja. Kjo është e keqja më e madhe e jona. Kur e them se kemi arrit shumë, s'kemi qenë kur ma mirë si e kam parasysh se sot shqiptarët, edhe pse përcaktimi im dikur ka qenë angazhim luftë deri në bashkimin e gjitha trojush shqiptarë. Po me kalimin e kohës, jeta me rrethonat, me aktualitetin, mundësitë e shumë faktorë tjerë kanë ndikuar që ne të pajtohem me një hap të madh, me një hap gjigant, dhe të pajtohem me pavarësimin e Kosovës, edhe kësaj gjysme të shtetit të gjithësisht të kombit tonë, dhe me gjithsesi me shpresën që të punojmë, të angazhohem edhe të realizojmë atë onër tonë, atë premtim tonë të kahmotshëm dhe atë të drejtë tonë të natyrshme. Se si çdo popull, çdo kom që ka të drejtë të jetojë i bashkuar, edhe shqiptarët kanë të drejtë të jetojnë të bashkuar.